Besimi dhe drejtësia janë dy elementë të rëndësishëm të cilët përbëjnë thelbin e çdo marrëdhënie. Pa drejtësi nuk mund të ketë paqe dhe pa llogaridhënie nuk mund të ketë demokraci të shëndetshme. Shteti së drejtës mund të realizohet vetëm me kontributin e të gjithëve. Dhe ne po përpiqemi të garantojmë që ligji të lexohet njësoj, pa privilegjuar disa dhe harruar disa të tjerë. Reforma në drejtësi e mbështetur dhe koordinuar edhe me partnerët tanë ndërkombëtar u realizua përmes ndryshimeve thelbësore, kushtetuese, ligjore dhe institucionale. Qëllimi i kësaj reforme është rritja e pavarësisë së sistemit, veçanërisht nga ndikimi politik dhe çlirimi i tij nga korrupsioni dhe paaftësia. Prokuria e posaçme dhe Byroja e Kombëtare e Hetimit, që të dyja së bashku njihen si struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, apo SPAK, u krijuan pikërisht për të goditur këto dy fenomene që lëndojnë një shtet, e pengojnë shtetin të ecë para dhe e stepin shpresën për një të ardhme më të mirë. Nuk do të ndalem në gjatë mbi çështje që ju i njihni, keni studiuar apo vazhdoni të studioni, por dëshiroj të ndalem tek ligji ynë organik numër 95 i vitit 2016 për rregullat mbi organizimin dhe funksionimin e prokurisë posaçme dhe Byros Kombëtare të Hetimit. Ne në 12 dhe 13 këtij ligji përcaktojnë garantimin e funksionimit dhe pavarësinë e prokurorëve të posaçëm bazuar në parimet e ligjshmërisë, objektivitetit dhe panshmërisë. SPAK ishte një ndër produktet e reformës së drejtësisë dhe në këto vite të punës së tij ka treguar se është i aftë të ushtrojë ndjekjen penale ndaj çdo subjekti, pavarësisht fuqisë politike, ekonomike apo lidhjeve që mund të ketë me botën e krimit dhe këtu kryesisht me botën e krimit të organizuar. Gjithashtu, SPAK ka përmbushur në mas të gjerë në vite rekomandimet e rezolutave të Kuvendit, të Këshillit të Ministrave, si dhe progres raportit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë për vitin 2024. Ndjejmë përgjegjësi të veçantë për besimin që shoqëria shqiptare ka ndaj SPAK, por jemi të vetëdijshëm nga ana tjetër se ka shumë sfida ende për të shërnjosur korrupsionin zyrtarëve të lartë dhe krimin organizuar. Shkëmbimi ndërmjet praktikës dhe teorisë juridike është themelor. Jurisprudenca që zhvillojmë si institucion duhet të pasurohet dhe udhëhiqet nga reflektimi teorik, analiza kritike dhe vlerësimi akademik që ju, si studiues dhe pedagog, ofroni. Shpresat për një drejtësi më të drejtë dhe më të përgjegjshme lidhen drejt për drejt me formimin e brezit të ri të juristëve. Ky brez duhet të pajiset jo vetëm me njohuri, por me etik, guxim dhe ndjenjë shërbimi ndaj interesit publik.